Të dashur miq të Mediumit Fol Drejt, por I kthehemi edhe me një epizod të emisionit Muhabet me Arditin, ku do të flasim për shëndetin mendor, e për këtë kemi të ftuar mysafirin neuropsikiatrin Dr. Ferit Agonin. Doktor, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Doktor, shpesh shoqërinë tonë e përzim kështu psikologun, psikiatrin, bile edhe njerëz që janë me shkollë, kështu nuk mund mi bu dallimet eksakte. Apo na tregon çka dallojnë? Unë jam neuropsikiatër, për me e komplikua edhe pak ma shumë. Po, deri në vitin 1999 në Kosovë ka ekzistuar specializimi neuropsikiatrisë, do të thotë I neurologjisë dhe psikiatrisë I veçantë. Ndërsa mas vitit 2010 është institucionalizu, pra është leju edhe specializimi I psikologjisë klinike dhe me këtë është hap edhe mundësia e punës së psikologëve klinik në punë me pacientë që para luftës nuk e kemi pas si një lamin cilën është realizuar shkollimi. Neuropsikiatri, të cilët tash janë të pakët në Kosovë, është marrë edhe me problemet neurologjike edhe psikiatrike, ndërsa psikologu merret ekskluzivisht me problemet psikologjike, pra të shëndetit mendor. Ku dallimi kryesor mes një psikiatri, se tash ekziston specializimi psikiatrisë dhe një psikologu klinik. Dallimi kryesor është se psikiatri është mjek. Pra, psikiatri e ka kryer fakultetin e mjekësisë, e mandej është dashur që të merr specializimin e psikiatrisë, që zgjat 4 vite dhe të përfundon atë dhe pastaj të quhet psikiatër. Ndërsa psikologu klinik nuk ka nevojë të kryejë fakultetin e mjekësisë fare, ai e kryen fakultetin e psikologjisë si bazë, e mandej në kuadër të studimeve pasdiplomike, e ka lamin e psikologjisë klinike, por ekziston tash edhe specializimi I psikologjisë klinike. Pra, psikologu klinik nuk është mjek, ndërsa psikiatri është mjek. Faleminderit. U konë më herët tabu me shku të psikiatri ose të psikologu, edhe njerëz kur kanë pas shumë nevojë, kanë gjetë një metodë fshehur azi kështu me shku. A u thyq këtë tabuja? Është normale tash? Ka fillu më thy në masë të madhe, në krahasim me përpara, as nuk krahasohet, tash kur them përpara, unë foli me kompetencë se kur filluan me punu si psikiatër, në vitin 1984, do të thotë llogaritni atëherë kum diplomu, edhe kum menjëherë kum nis me punu në klinikën e neuropsikiatrisë. Pra, u bën 41 vit, tash shirëm të punu me pacienta, mi krahasu gjendjen në atë kohë. Pra, stigmatizimin, si quhet, ose shenzimin, friga, ose turpi me shku te psikiatri. Në atë kohë, atëherë s'ka pas psikolog fare. Me krahasu atëherë gjendjen me gjendjen e tanishme, janë të pakrahasueshme. Do thotë, gjendja shumë më mirë sa që ka qenë, vedia e njerëzve për problemet e shëndetit mendor është ngrit dukshëm. Niveli I informimit tyre për këto smundje është përmirësu, por ende shumë ka për të dëshiruar dhe kemi hapësirë shumë të madhe për të punuar matutje. Ende popullata nuk është e informuar për natyrën e smundjeve të shëndetit që kanë të bëjnë me shëndetin mendor, çrregullimet e shëndetit mendor. Ende popullata ka frikë të madhe prej tyre dhe kur ka frikë edhe paqartësi, atëherë natyrisht se ka edhe frikë me shkute ata të cilët ofrojnë ndihmë dhe tentohet që problemi I shëndetit mendor në farë mënyrë të zvoglohet, të minimizohet, të mos shihet si problem medicinal, mjekësor, por të shihet si një problem parapsikologjik ose paramedicinal. Pra I shkaktuar nga fuqitë e errta, nga bota e padukshme dhe ekskluzivisht në atë mënyrë, duke mos tentu me hy ma thellë me kuptu se çka po ndodh në trunin e atyre njerëzve fare. Jetojmë në kohën postmoderne. Po e vrejmë që janë rrit problemet të neurologjike edhe mendore kështu, nëse mujna me qujt. Pse po ndodh kjo, kur tash janë, do me thonë, luksi është më I madh, liria është më e madhe, qefet njerëz mujnë me realizu më lehtë. Koha moderne natyrisht I ka ofruar njeriu shumë përparësi dhe shumë lehtësira në shumë aspekte. Po në anën tjetër edhe I ka shkaktuar shumë situata stresogjene me të cilat përpara nuk ka qenë I ballafaqum. Në radhë të parë është e prekur familja dhe po e theksoj me qëllim që në fillim familjen sepse shumica e problemeve që kanë të bëjnë me shëndetin mendor, burimin e kanë në funksionimin e familjes.
sepse familja e reflekton tërsinë e marrëdhënieve të ndërsjellja ndërmjet prindërve, fëmijëve dhe gjeneratës së tretë brenda familjes së radhë të parë. Prandaj koha bashkëkohore është e shoqëruar me përvoja të shumta stresogjene. Pra lehtësira ka shumë, po dhe stresi është rritur shumë. Dhe ballafaqimi i njeriut me stresin është ai i cili rezulton shumë herë me probleme të shëndetit mendor. Po, e përmendë familjen. Familjet tona janë kohë tradicionale deri vonë. Domethënë ka pas shumë anëtar, deri 20-30 anëtar, gjyshi atje. Tash janë familjet e vogla. Që ky ndryshimi së tranzicioni ka kaluar shumë shpejt. A ka dëmtu që kjo, a mund me dëmtu shëndetin mendor të njerëzve? E ka dëmtu shumë, sepse familja edhe teoretikisht, edhe shkencëtarisht, pra është dokumentume se është mbështetja kryesore e individit. Pra është ai mjedisi i cili në situata stresogjene, veçanërisht ato që janë më komplekse, shërben si një faktor motivues, faktor mbështetës, ku individi nuk e ndin veten të vetmuar. Dhe kur familja është funksionale, kur familja është në gjitha nivelet e saj, e shëndosh, themi ashtu, atëherë edhe individi ka një mbështetje shumë më të madhe. Aty ku familja ka vështirësi në funksionim, nivele të ndryshme, nivelin e fëmijëve ose nivelin e prindërve ose nivelin e gjeneratës tretë, gjyshit e gjyshës, atëherë natyrisht se ajo nuk ka fuqi për mu marrë me individin i cili po kalon në për një periudhë stresogjene. Te na, në periudhën e pas luftës, posaçërisht, mas vitit 1999, në këtë periudhën e tranzicionit fuqishëm social, politik, të sigurisë, tranzicionit ekonomik, e tjerë, familja e ka përjetuar një goditje të fuqishme, pra ky tranzicion ka qenë jashtëzakonisht i shpejt, i pa kontrolluar fare nga ana e institucioneve shtetërore dhe fëmijët, prindërit, gjyshet e gjyshit kanë ngel pa mbështetje të duhur dhe ato zhvillime të shpejta, të cilat kanë shkuar në drejtim të dezintegrimit të familjeve të mëdha, ku kanë qenë 2-3 vllazën, bashkë kanë jetuar në një kul me prindër, kalimin e familje nukleare, pra vetëm burri, gruaja edhe fëmijët, si ekstremi tjetër i familjeve të mëdha, ka qenë shumë kalim i shpejt. Edhe ka qenë qysh kalimi pa kontrolluar, dhe në këtë proces ka pas shumë anomali dhe shumë vështirësi, të cilat sot po rezultojnë edhe me probleme të shëndetit mendor në nivele të ndryshme, si të fëmijëve, të rive, të prindërve të moshës mesme dhe gjeneratës së tretë, prapë të moshuarve në familje. Po, përmend luftën, so kalon trauma, domethënë periudha luftës. Tash jena 26 vjet pas luftës, është një çerek shekulli prej që ka ndodhur lufta. Po shumë se ka tendencë më bëj çdo herë më e dhënshme shoqënia. A mund me kon këtu pasuja të traumave të luftës? Gjithsesi. Unë kam qenë bashkautor i 2 studimeve madhore të përgjendjen e shëndetit mendor të popullatës Kosovës me një kolege nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Barbara Cardoza, në vitin 1999 dhe 2000. Të 2 studimet kanë qenë të botuara në revistat më prestigjioze, profesionale, shkencore të kohës. Dhe në bazë të studimeve u dokumentu se 25% popullatës së Kosovës, 15 vjet e më të vjetër, ka pas shenja dhe simptome të çrregullimit stresit post-traumatik, i cili është pasojë më e rëndë psikologjike e luftës, e traumave të luftës. Prandaj këto trauma të përjetuara kanë vazhduar të jetojnë si në individin, secilin pjesëtar të familjes, ashtu edhe në familjen si tërësi, po edhe në shoqërinë si tërësi. Ndërsa do të vazhdojnë të jetojnë edhe në gjeneratat e ardhshme, sepse ekziston shkencëtarisht i vërtetuar koncepti i përcjelljes transgenerative të traumës psikologjike. Pra, përcjellja e traumës, përjetimeve traumatike nëpërmjet gjeneve, nga gjenerata në gjenerat. Kështu që në këtë aspekt populli jon është i ngarkuar mjaft me pasoja të tilla, me përjetime të tilla, me ngarkesa të tilla, të cilat gjithmonë janë të investuar me energji agresive dhe natyrisht këto krijojnë vështirësi për funksionimin e personalitetit në rrethana të caktuara gjatë jetës. Por unë them se na jemi koshient për këtë dhe edhe si individ kemi zhvilluar mekanizma kompensator, mekanizma të adaptimit ndaj këtyre situatave traumatike, edhe si familje veçanërisht
familje të cilat janë tregu shumë reziliente, të qëndrueshme ndaj traumave të luftës që i kanë në një farë mënyrë i kanë zbut ato trauma, i kanë rikuperu, ju kanë ndihmu individëve për me i tejkalu ato vështirësi që s'ka qenë lehtë. Bo fjala për 10 mira familje që kanë përjetu ngjarjet më të rënda traumatike të luftës dhe me siguri që krejt kjo e ka zbut situatën. Mirë po, një pjesë e madhe e agresivitetit i cili qëndron brenda individëve e që është i lidhur me përjetimet e traumave psikologjike të luftës, a e vazhdon të jetojë edhe sot, edhe në individin, edhe në familjen, edhe në shoqërinë përgjithësi, prandaj edhe kemi dukuritë shumta të manifestimit dhunës në shoqëri, të nis prej dhunës në familje, ku kemi edhe manifestimet shumta të autoagresivitetit, pra të dhunës ndaj vetës, deri te vetvrasja, tentimet për vetvrasje. Mandej rritja e numrit të vrasjeve në shoqëri, pastaj dhuna në familje, veçanërisht dhuna e gjinisë mashkullore ndaj gruas, pra burrit ndaj gruas në radhë të parë, deri te rastet e vrasjeve që janë të panjohura për kulturën shqiptare, për mënyra se shkruajnë ato po. Me mënyra posaçërisht mënyra se qysh ato kryhen, pra dukuri plotësisht të panjohura, dukuri të reja me cilat po duhet me bashkëjetu, po të cilat nuk mjafton që të bashkëjetojnë, po duhet edhe kuptu në mënyrë që të parandalohen. Pra dhunë në familje, e mandej dhunë në shkollë, mandej dhunë në rrugë, dhunë në mjedise sportive, edhe në gjitha anët një shkallë e lartë e agresivitetit prezente, e cila në mas madhe i ka rënjët edhe të përjetimet traumatike të përjetuara pra gjatë luftës. Doktor, masi jem pak edhe të vetvrasja, nëse po më kujtohet mirë, e keni përmend vetvrasjen, edhe keni thonë që sipas një studimi kështu që e keni bo, shqiptarët e Kosovës janë konë populli që mas pakti kanë bo vetvrasje gjatë periudhës të ish Jugosllavisë. Ky ka qenë studim i doktoratës, i disertacionit, i profesorit tani më të ndjer Arif Birinxhikut, neuropsikiatrit mirë njohur, që ndroi jetë si vjet. Po do të thonë janë dhëna të sakta. Po janë dhëna të sakta, bëhet fjalë për studim të disertacionit, i cili është bërë në vitet e 80-ta dhe ka pas për lëndë shoqërinë kosovare në rrethonat e ish Jugosllavisë në vitet e 70-ta dhe ne kemi qenë prej njësive përbërëse të Federatës Jugoslave me prevalencën më të ulët të vrasjeve dhe vetvrasjeve në nivel të ish Jugosllavisë. Pra kjo flet për një shkallë të lartë të kontrollit të agresivitetit brenda shoqërisë. Pra shoqëria në radhë parë nëpërmjet mekanizmave të familjes, brenda familjeve të mëdha ka arrit me i kontrollu atë shkallë të agresivitetit, e cila ka qenë e lartë, sepse trauma psikologjike populli jon ka pas në përshekuj, nuk ka pas vetëm në shekullin e fundit, po edhe më herët, por kam rri me e kontrollu edhe me balansu edhe mos me leju që agresiviteti me u drejtu ka vetja ose ka të tjere deri në masën e vrasjeve ose vetvrasjeve. Por tani më po shohim se kjo ka ndryshu, ky balans ka humb. Rreth parë unë them sepse familja është dobësu. Pra struktura e familjeve në Kosovë është dobësu dukshëm. Familja është dobësu në të gjitha dimenzionet e saja, si në dimensionin e organizimit, të roleve brenda familjes, sistemit të vlerave brenda familjes, mënyrës së komunikimit brenda familjes, pra gjitha aspekte relevante të funksionimit familjes në periudhën e tranzicionit kanë ndryshuar. Dhe atë në kuptim negativ. Të vetvrasjen masi jemi, a ka mundësi që këto dhe gjenetika me lu rol? Edhe gjenetika cilat çrregullime psikologjike, psikike vinë prej gjenetikës, a ka ndonjë evidencë? Në Kosovë është mbajt në vitet e pas luftës, nduket se ka qenë viti 2003 ose 2004, është mbajt një konferencë e madhe ndërkombëtare për vetvrasjet. Kem pas këtu ekspertët më eminent evropian të vetvrasjeve dhe është diskutuar kjo temë. Dhe atëherë janë paraqit rezultatet e shumë studimeve, të cilat kanë dokumentuar se vetvrasjet e kanë një bazë fuqishme gjenetike. Pra kanë një determinim, një përcaktim gjenetik dhe zakonisht në 90% të rasteve janë të shoqëruara ose burojnë, dalin nga një gjendje rënd depresive me cilësi psikotike. Pra depresione të rënda që janë smundje të trurit, pra që janë smundje qelizave nervore,
ku neurotransmiteret në tru, ato hormonet me qytë nërthojza të trurit, janë të shregulluar, dhe si rezultati tyre vjen deri te idetë e vetvrasjes dhe planet për vetvrasje dhe të realizimit tyre. Po në disa lexime dhe konsulta me psikolog, do me thonë që edhe te vetvrasja dallojnë metodat që është një grua dëshiron me bo vetvrasje, ose që metodat që zgjedh, edhe metodat që zgjedh një burr. Po. Do me thonë, kujtë që përdu me ta bosh që a dallon psikika një burr edhe një grus. Sigurisht që po. Sigurisht që ka veçoritë e veta. Përcaktimi në masën më të madhe e ka bazën neuropsiko-endokrinologjike, pra ka të bëjë me hormonet, ka të bëjë me substanca që tajojnë në gjëndrat me tajim të brendshëm në organizëm, dhe natyrisht se ato kanë impakt, kanë ndikim edhe në funksionimin e qelizave nervore. Dhe struktura psikike e burrit dhe gruas në disa aspekte, veçanërisht kur pyetje jeta afektive ose emocionet, i ka veçoritë e veta. Nuk bëhet fjalë për dallime kardinale, drastike, por bëhet fjalë për veçoritë të saktuara të përjetimit emocional në radhë të parë të gruas dhe të burrit. Pra, është një fushë interesante e studimeve që janë bërë shumë studime shkencore, dhe në këtë aspekt shkenca është mirë e njoftuar me këto aspektet, me këto diferenca, dhe profesioni po ashtu është mirë informuar me rezultate shkencore në këtë aspekt dhe përdoren natyrisht në praktikën e përditshme. Po, jena me një kohë ku ritmi është shumë i shpejtë i jetës, pra jetë shumë dinamike. Sa po na dëmton në shëndetin mendor që kjo dinamika që po na përcjell çdo ditë më shumë? Pengon shumë, natyrisht se ky është burimi i stresit. Pra dinamika e aktiviteteve është e përcaktuar me agjendën që njeriu ja bën vetit, me rendin e ditës, çka do më marr. Dhe sot për fat keq te njeriu bashkëkohor, edhe te familjet tona, në agjendë lartë atje i kemi synimet për arritje materiale, për me pas, me qenë sa më të pasur, me pas jetë sa më të lehtë, me pas jetë sa më të shpejtë, me pas pasuni, pra me pas sa më pak probleme, me i reduktu komunikimet, streset me tjerë, pa më marrë veç me mundësisht me numër sa më të vogël të njerëzve rreth vetit. Kjo ka qenë në shkëputjen e lidhjeve familjare. Dhe shkëputja e lidhjeve familjare e ka dobësuar strukturën e familjes që ta më vonë. Pra njeriu çdo gjë që bën në këtë vrap mas të mirave materiale, de facto bën në të keqen e vetës. Sepse e lën veten pa ndihmën e atyre që mujnë me ndihmu mas shumti. E kush janë ata? Prindrit, vëllazërit, motrat, familja e gjerë. Pra, është një proces i një lloj vetë shkatrimit. Dhe vrapi mas të mirave materiale, harrimi i vlerave etike dhe morale, veçanërisht në shoqëri, vënia në rrafsh të dytë të këtyre vlerave, dhe mosdhënia e rëndësisë këtyre vlerave që përpara kanë qenë shumë të rëndësishme, se për shembull populli jon ka qenë i njohur për shembull për besë, nuk ka qenë i njohur sa populli i pasën shumë, edhe ose populli i cili është shumë i armatosur, ose populli i cili ka pasuni të madhe. Besa dhe mikpritja janë dy komponentet. Por ka qenë i njohur për besë, ka qenë i njohur për mikpritje, ka qenë i njohur në përmasa ndërkombëtare, botërore, me një familje të ndershme, për rëndësinë që ja ka kushtuar turpit në marrëdhëniet ndërnjerëzore. Turpit, jo ati turpit destruktiv, si emocion negativ që blokon, po turpit si një emocion regulator në marrëdhënie ndërnjerëzore. Pra, ka qenë i njohur për familjen e tij. Dhe për familja shqiptare, për shembull, ka qenë subjekti i hulumtimeve të kolegëve të mej amerikan në vitet 1999-2000, ka qenë një studim që unë kam bashkëpunu, familja kosovare, bashkëpunim profesional, edukativ me kolegë nga Akademia Amerikane për terapi familjare. Ata kanë ardhur çdo 3 muaj, ka 4 prej tyre, kanë ardhur në Kosovë dhe kanë qenë në terren në familje shqiptare për me e kuptu pasurinë e familjeve tona, qysh ato ju ballafaqu me traumat e luftës. Pra ne kemi qenë të njohur për këto vlera. Këto vlera, them ashtu, i kemi tregtu shumë lirë, i kemi shit shumë shpejt. Në periudhën e pas luftës i kemi hup, kemi shndruar çdo herë më tepër në shoqëri individuale, pra nga një ekstrem i familjeve të mëdha
të cilat i kanë pas ka 50-60 anëtare, ndoshta diku në 100, që natyrisht është një formacion shoqëror i cili nuk i përshtatet kohës së tanishme, por nga ky ekstrem brenda 25 viteve kemi shku në ekstremin tjetër ku e kemi familjen 2 anëtar, 3 anëtar, 4 anëtar, ku madje edhe prindrit kanë filluar mu pa si tepris. Edhe mo nuk e përbëjnë familjen nukleare, dhe kemi sot situata për shembull, të cilat janë të stimuluar shumë edhe me këtë eksodin, këtë fatkeqësi që po na ndodh, të shpërnguljes madhe të popullatës nga vendi jashtë. Ose migrimit për fshatrën në qytete, po. Ai migrim nga fshati në qytete dhe ka mund të kuptohet për shkaqe të shumta ekonomike, për shkaqe të shkatërimit të fshatrave, të djegjes fshatrave etj. Por ky largim nga vendi është vështirë i pranueshëm dhe vështirë i kuptueshëm, sepse tani mo ke ardhur në situatë për shembull ku unë ditë për ditë kam pacient, për shembull kam gjyshën ose gjyshën që i ka 3 djem, 2 vajza, jeton vetëm me burrin në një shtëpi të madhe, fëmijët i ka jashtë krejt, pra realitete sociale krejtësisht të reja në cilat këta individ janë të papërgatitur me jetu. Dhe natyrisht se kjo shkakton probleme shëndetit vendor të ta. A ka faktorë të jashtëm që ndihmojnë këto? Për shembull përmendim fshatin edhe qytetin. A ka për shembull fshati së qytetit përparësi në të mirën mendore kështu? Shqoni, varet prej rrethanave dhe çdo familje ka tregimin e vet. Për shembull, në perëndim, nëse i sheh shoqëritë më të arritura, më të pasura, njerëzit jetojnë me shtëpia jashtë qyteteve. Jetojnë në periferi të qyteteve. Aty ku ma qetësi, ku jeta është ma e ngadalshme edhe ku shërbimet të cilat i duhen familjes ofrohen pa probleme të mëdha. Nuk jetojnë në qendër të qyteteve. Këtu te na është e kundërta. Këtu tash jemi në fazën kur krejt dojnë nga fshatrat marrën qytete me jetu. Por edhe kjo po shihet tash me problemet që kanë qytetet në funksionimin e tyre. Për shembull Prishtina ka me qindra merr 100.000 banorë brenda ditës hinë ma tepër në qytet edhe shkaktojnë probleme enorme. Do thotë do të ishte ideale situata kur ne do të vinim në rrethana ku nëpër fshatrat tona do të kemi infrastrukturë e cila mundson një jetë cilësore, rrugë të mira, udhtohet prej shtëpisë deri në vend punës, ku puna është nëpër qytete e jeta është në periferi të qytetit. Por jemi larg prej atij realiteti. Se në periudhën e romantizmit në Evropë kanë proklamuar shumë këtë jetën fshat, jetën natyrë, me atë idenë se natyra është ilaçi i shpirtit kështu. Natyra është ilaçi edhe i mendjes, edhe i trupit. Ilaçi i shpirtit, unë nuk kisha thonë ilaçi i shpirtit, në kuptimin e mendjes po. Në kuptimin e mendjes po. Se shpirti është besimi po. Për shpirtin ilaçi është besimi. Besimin në Zotin e Madhërisëm, aty është, nuk ka gabim, mendoj që shpirti është në interaksion edhe me mendjen e me ndjenjat, funksionet psikike, sepse shpirti është në trup njeriut, dhe ai moment i takimit mes shpirtit edhe funksioneve psikike për shkencën është i panjohur, na mujmë me supozu çka ndodh, por nuk absolut s'ka kurfar fakti për këtë se çka ndodh de facto, por plotësisht është logjike që shpirti është influencuar prej përjetimeve emocionale të njeriut, edhe prej përmbajtjes mendore të tij dhe anasjelltas, që shpirti i kënaqur në trupin e njeriut ka efekt pozitiv edhe në trupin e njeriut, si në aspektin fizik, ashtu edhe në aspektin mendor, se edhe funksionimi psikik është material, është ashtu, nuk është jo material, shpirti është jo material, shpirti është metafizik, është përtej fizikës, pra është një energji e cila për shkencën është e panjohur, e pakapshme, por mendimet, ndjenjat, vullneti, funksionet psikike të njeriut janë materiale, janë rezultati neurotransmiterëve, funksionimit të qelizave nervore në nivelin e receptorëve, neurotransmiterëve, sinapseve, hapësirave ndërmjet qelizave nervore dhe natyrisht funksionimit të trurit si tërësi. A ka faktorë të jashtëm tjerë që ndihmojnë në mirëqenien mendore, për shembull aktivitetet fizike ose ushqimi? Do të thotë mirëqenien mendore ose mirëqenien psikike e ndihmon për kujdesi për trupin e njeriut. Pra, kujdesi për trupin. Çfarë do thotë ajo? Çfarë aspekti kështu? Për shembull, gjumi, kujdesi për gjumin.
Pra që të mos shtyhet gjumi në orë kur janë para për gjumë, në orë të vona të natës, por të flehet atëherë kur është e parapar një gjatë tillë. Do thotë në orët para mesnatës, në ora 10, 11 veç me qenë më shku për gjumë, me u zgju me lindjen e diellit, me qenë në ritëm me natyrën, pra me qenë në ritëm me lindjen dhe perëndimin e diellit. Kjo është një mënyrë që është njeriu për kujdeset për shëndetin mendor të tij. Mandej, mos ngarkimi me pritje të mëdha, me angazhime të mëdha, me vrap mas të mirave materiale, me vrap mas pasunisë, me fut veten në situata stresogjene, herë njënën, herë dytë, në rreziqe të ndryshme. Duke lënë anash fëmijët, duke lënë anash bashortin ose bashorten, duke lënë anash prindërit u i harru. Mandej i dalin problemet dhe shëndetin e tyne. Atëherë një moment të sheh që ka bo mall e pasuni, po e ka humb familjen. Familjen e ka smur, e ka fëmijën e smur, e ka gruan ose burrin e smur. Në anën tjetër prindërit nuk janë mirë. Pra, kujdesi mos me hin situata stresuese, stresogjene. Mandej kujdes për shëndetin mendor, për kushtimin shpirtëror. Pra, për ata të cilët e besojnë Zotin, pra njerëzit të cilët e besojnë Zotin, që janë besimtar, do thot për ata është shumë e rëndësi që ta bëjnë këtë adhurim në mënyrën që besimi i tyre i caktuar e përcakton. Dhe adhurimi i Zotit e jep kënaqësinë, rezulton me kënaqësi shpirtërore. Kënaqësia e shpirtit rezulton me mirëqenie mendore, mirëqenie të funksioneve psikike dhe mirëqenie trupore. Pra, mendja, trupi dhe shpirti janë ngushtë ndërlidhur njëri me tjetrin dhe për kujdesi për secilin prej tyre e ndihmon ato dy komponenta tjera. A ka periudhë caktuar sa duhet me flajt? Unë po kuptoj që secili e kemi organizmin ndryshe, kjo varet edhe prej moshave, do të fushnjët flajnë më shumë, trit, plesh e tjerë. A më vija trosha, a ka kohë që mujna me flajt për shembull 8 orë, 7 orë, so parashihet? Shqo, unë thash, një rregull e përgjithshme edhe shkencore, është që njeriu është mirë që të jeton në pajtim me ritmin e natyrës. Pra, lindja e diellit duhet njeriu ta gjejë të zgjuar. Ndërsa perëndimi i diellit e përgatit njeriu me hyrë në fazën që shkon ka gjumi. Do thotë, bëhet fjalë për periudhën ta marrim tash prej orës 5:30 edhe deri në mramje, deri në ora 9, 10, 11, edhe pastaj përgatitesh për me shku në gjumë, po folim për kohën aktuale. Do thot, një rregull është se minimumi i gjumit është rreth 6 orë. Pra, nën 6 orë gjumi nuk është i mjaftueshëm. Tash ka variacione individuale, nuk janë krejt njerëz robota, gjithë me ndezën të njëjtën kohë dhe me ushqimin të njëjtën kohë, normal. Ka variacione individuale, por në përgjithësi, sipas një lloj kategorizimit të njerëzve, rekomandohet që njeriu të ketë dikon ndërmjet 6 deri në 8 orë gjumë, që të ketë dikon rreth 8 orë punë dhe të ketë rreth 8 orë pushim, relaksim edhe përkushtim vetes dhe familjes edhe rrethit. Pra, këtë mënyrë me balansu kohën, atëherë do të ishte shumë mirë. Por unë shpesh bëj mahi, thom shqyr Zotit që e kalon Zoti gjumin, e la merr gjumi gjithsesi, se përndryshe që shien bon njerëz të ontë, mas mira materiale, kishin punu edhe natën deri në 2, 3, 4, vetëm me mujt me grumullu sa më tepër. E që është vetë shkatrim mëndej për njerëzin. Do të thonë çapo kuptohet është që gjumin e natës nuk e zëvendëson gjumi i ditës. Absolut, gjumi e natës, gjumi i ditës nuk e zëvendëson. Gjumi i ditës mund të eventualisht të pushon trupin, por proceset e rehabilitimit dhe regenerimit bioelektrik të trurit, procese shumë komplekse të pushimit të trurit dhe një farë mënyrë rikuperimit të trurit, ripërtritjes të trurit ndodhen vetëm në gjumin e natës. Po, janë do zakonet të këqija që gati gjithë secili i kena marrë. Që nëse të zgjohëm për gjumit, futemi në rrjetet sociale. Ose pak para se me ra me flajt, apet i kena rrjetet sociale të pranishme. Co po e dëmtojnë njeriu në të rrjetet sociale? Edhe merrni ta bëjmë një krahasim. Para 50 viteve, rrjetet sociale nuk ka pas. Para 50 viteve, çka kemi bënë në atë kohë? Për shembull tash, rrjetet sociale, tat ora 9,
para gjumit, a thatë, 8, 9 rrjetet sociale, dhe 10, 11 rrjete sociale. Shka kanë bo njerëz në atë kohë? Vos rrëfime, për shumë gjyshës tem, sa u konë gjallë, kanë thonë që e kena dhez lompen, e kena boks rrëfime që kanë kalu luftën e dytë botërore, qysh e tjere tjere. Një naracion është bo një tregim, kanë qenë tregime familjare, të cilat i kanë dëgju fëmijët. Fëmijët e kanë fuqizu personalitetin e tyre me përvojat e prindërve të tyre dhe gjyshave e gjyshave të tyre. Pra, është fuqizu personaliteti i njeriut, si fëmijëve, ashtu edhe i prindërve, ashtu edhe i gjyshit e gjyshës. Pra, atë kohë, në mungesë të faqeve sociale, koha ju ka dediku njëri tjetrit. Sot, kohën po ja japim dikujt të panjohur, që nuk e njohim, edhe që nuk na henëm punë. Do thot, unë për vetë them, 1% të vogël, nuk po muj me folë sakt, sepse nuk ka studim shkencor i cili e vlerëson saktësinë e kësaj që po du me thonë. Por, po e them se 1% të vogël, faqe sociale i kanë dobi të tyre. I kanë disa dobi. Natyrisht, se e knaq kuriozitetin e njeriut, ja zgjeron diapazonet, e informon për shumë gjëra, e ka bo botën një fshat të vogël. Njeriu e njën vetën qytetar të botës. Vetbesimi i tij në këtë aspektin ndërkombëtar, social, global është rrit. Dhe kjo është pozitive, sepse kjo arrit vetbesimin e njeriut. Por, cilat janë aspektet negative? Aspektet negative të faqeve sociale është se kjo po bëhet në mënyrë jo kritike, se po fillohet, po shkohet në ekstrem, që faqet sociale po i stimulojnë emocionet negative të njeriut, siç është xhelozia, siç është zilia, siç është lakmia, pra emocione të cilat janë egocentrike, cilat njeriu e mbyllin në vete dhe nuk e bëjnë në dispozicion për fëmijët e tij, për prindërit e tij, për shoqërinë, po e bëjnë në dispozicion të epsheve të tij personale, shtytjeve të tij personale. Pra faqet sociale kanë për mendim timin shumë më tepër kanë aspekte negative, veçanërisht të fëmijët, kisha thonë, edhe me pasoja edhe dete shëndeti të tyre drejt për drejt, ju e dini se ka edhe lojrat e tilla në faqet sociale që drejt për drejt e kërcënojnë jetën e fëmijëve, por edhe natyrisht edhe të prindërit, edhe të gjenerata e mesme, pra të burrit të gruaja, edhe aty ka vështirësi të mëdha, sepse koha e nevojshme për mja dediku fëmijëve dhe prindërve të tyre, praktikisht humbet në faqet sociale në mënyrë jo kritike. Fëmija janë bo shumë të izolum tash, me rrjetet sociale, dhe me thonë, edhe lojrat ndryshme, ku çdo ditë më shumë ato veç shtohen, edhe kësi challenge që i bën sidomos në rrjetin social TikTok, dhe me thonë kanë shumë meç virtual, po jo real. A e dëmton që kjo dhe është sinjal i keq në ashtë për të ardhmen? Shumë i keq. Signal shumë i keq. Edhe i rrezikshëm. Edhe mu më duket se jemi të vonuar në këtë aspekt. Jemi shumë të vonuar. Jo thatë fëmijët janë izolu. Fëmijët janë bot vetmum, nuk janë bo fëmijët vetmum. Fëmijët janë vetmum për shkak dinamikave negative në familje. Drejt për drejt për shkak dinamikave negative në familje. Po prindërit e preokupum me interesat dhe ambicjet personale, me karrierat personale, me shtytjet personale, për me mëri, të i majtë sytë në atë faqe sociale që kjo e boni, që ajo e boni, kjo e mërini, unë s'po moj, të bo krahasime të tilla, ata i kanë lanë anash fëmijët. Fëmijët është ka i edukon sot, jon ka edukojnë faqet sociale, nuk jon ka edukojnë prindrit. Mandej kemi krijimin, ku ta shohim të moshën 12 vjeçare, kur fillojnë hormonet në trupin e të rive me u prodhu në mënyrë biologjike, atëherë shohim se çka u ka ndodhur kështu. Kur shohim që fëmijët kanë problem me agresivitetin e tyre, nuk po mundin me kontrollue, po ju duhet me marr marihuan, kanabis, ose ndaj drog tjetër, mandej kap krytën dorë çka u bë kështu me fëmijën tem. Qysh është e mundur kjo me ndodh? Pa i do të gjenë fëmija një zgjidhje. Për ato problemet që ngrumbulluan atë. Prandaj fëmijët janë lënë anësh, fëmijët nëse dikush i ka vetmu, i kanë vetmu prindrit. Dhe këtu duhet me marrë përgjegjësinë. Po, prim të agresiviteti, a ka në mënyrë të thjeshtë për me kontrollu kështu agresivitetin ose nervozën, edhe pse kjo është pak a shumë gjenetike? Jo, nuk ka komponentën gjenetike, normal, si çdo gjë në funksionimin psikik, ka edhe komponentën gjenetike, veç jo domosdoshmërisht. Nuk është
agresiviteti një veçori domosdoshmërisht e lindur edhe nuk i shkabon. Nuk është ashtu. Ai mullet të qenë në gjene, posaçërisht si pjesa e saj përcjelljes transgenerative të traumave që përmenda. Nga gjenerata në gjeneratë mu përcjell traumat e rënda, edhe para 500 vjetë, 1000 vjetë të shqiptarëve me perandori që i kanë okupuar, në përshka kanë kaluar etj. Edhe ajo komponent është prezente, por agresiviteti është më tepër rezultat i mungesës së mënyrave të shëndosha të jetesës, mungesës së një shoqërie stabile, mungesës së një shteti të organizuar që e ka qytetarin në qendër të vëmendjes, e jo individin ose partit politik. Pra, një shtet i cili është në funksion të mirëqenies së qytetarëve, mungesë të këtij shteti, mungesë të një shoqërie stabile, mungesë të një familje të kënaqur, të lumtur, jo të frustruar, jo familje që në çdo moment del prej ekuilibrit. Por shumë një familje shumë funksionale. Një moment, runa zot, një smundje e rëndë me bo me prek, ku duhet me pas harxhime ka 200-300.000 euro, për shembull, për me u marrë me trajtimin e saj, e shet që ajo familje rrëzohet brenda natës. Se nuk ka shtet që i rrin afër. Duhet më u drejtu kujt faqeve sociale për me mbledh para, për me mujt me mbijetu, është ashtu. Pra, kjo është burimi i agresivitetit. Këtu është burimi i agresivitetit. Jo atë shumë në gjene ai ekziston, por një shtet stabil, një shtet i organizuar, një shoqëri stabile, një shoqëri me vlera etike dhe morale, që është e balansuar, ku dominojnë liritë dhe drejtat e njerëzit, por liritë dhe drejtat e njerëzve të barabartë, pra ku nuk ka supremacion të një grupit njerëzve ndaj tjerëve. Një shoqëri ku liritë dhe drejtat e fëmijëve janë dominante mbi liritë dhe drejtat e të rriturve. Dhe duhet me qenë ashtu. Liritë dhe drejtat e fëmijëve duhet me qenë supremaci, na duhet me mendu për ta, ata s'kan mundësi me mendu për veti. Dhe një shoqëri e tillë ku ka kujdes ndaj fëmijëve, aty agresiviteti kontrollohet, mahet në kontroll dhe manifestimet janë shumë të rralla. Por në situatën aktuale, ku po na mungojnë këto, po mungon dora e fortë e shtetit këtë aspekt, po mungon shoqëria stabile, edhe ajo po shkon të dezintegru, po shkon shajlan të keni të plot, unë s'kam nevojë me fol tash. Indikator të keni të plot. Rritja e numrit të divorceve në vend, nga viti në vit, dalja e individëve jashtë shtetit, rritja prevalencës së smundjeve të shëndetit mendor, pra çrregullimeve të shëndetit mendor, rritja e prevalencës së vrasjeve, vetvrasjeve, rritja e prevalencës së konsumimit substancave psikoaktive në shoqëri, dhuna në familje, çdo ditë 5-6 raste dhunë në familje, çdo ditë. Këto janë indikator dramatik. Asgjë nuk guzon më kon më me rëndësi në këtë shtet se sa këto që po folim. Sepse nëse familja nuk është stabile, ka të ke shtetin. Ai shtet është mandej në kamp të qelçta, është jo stabil, ai nesër rrëzohet, manipulohet, se individët që kanë probleme të shëndetit mendor, janë individë që kanë vështirësi në funksionimin social. Është edhe kjo inteligjencë artificiale, nuk e dija keni pas rast me këshyr doktor, ka aplikacione si ChatGPT e tjera të paraferta, që ti u bën pyetje dhe ta kthejnë përgjigjen. Këto përdorin nxënësa, të përdorin njerëz që kanë probleme ndoshta dhe psikologjike, a kam depresion, ja tregon simptomat e tjerë. Këto po krijojnë avarësi edhe një farë miku të ngushtë që na bëj ato. A dëmton që kemi mirëqenien mendore? Shoni, inteligjenca artificiale është një trashëgimi e kohës bashkëkohore, por një rezultat i kohës bashkëkohore. Si edhe çdo rezultat i kohës bashkëkohore, i ka aspektet pozitive të saja, shumë pozitive, ka dhe aspektet negative, të cilat mujnë me qumë andej në pasoja të rënda. Posaçërisht kur më pyetje shëndeti mendor, inteligjenca artificiale jep përgjigje adekuate të shkencat eksakte, të shkencat natyrore, të shkencat cilat janë të definume, të qarta, të sakta, si matematika, fizika, kimia, biologjia, ekonomia, në bazë dhanave që ekzistojnë në databazat në botë, inteligjenca artificiale nxjerr një konkludim edhe ta jep të gatshëm një zgjidhje. Ajo nuk është negative, ajo është pozitive. Por kur vjen puna te mendja e njeriu, kur vjen puna te funksionet psikike, të cilat janë të njohura 2%, pra vetëm 2% e qelizave të trurit dihet se çfarë
rezultate, çfarë funksione psikike prodhojnë? Vetëm 2%. E 98%, tash inteligjenca artificiale në bazë të atij 2%-shit mundohet me japë përgjigje për 100%-shin e trunit, që është i destinuar në gabim. Dhe përgjigjet aty në atë fushë do të jenë gjithmonë të gabueshme. Pra duhet me kujdes më përdorë. Inteligjenca artificiale mund të përdoret nga ekspertët, të parë, të cilët i din kufit e mundësive të tyre individuale, po të cilëve ju nevojitet inteligjenca artificiale për të integru edhe dhana nga databazat, burimet e shkencës të cilat nuk i kanë dispozicion individi. Por përdorimi i inteligjencës artificiale nga njerëzit e rëndom mund të rezulton me gabime të mëdha. Edhe një pyetje për fund, se jeni drejt fundit të emisionit, pasi jena në muajin e bekuar Ramazan, është edhe agjerimi, sa lun rol agjerimi, abstenimi për ushqimit, mirëqenien mendore, po dhe besimi në Zotin përgjithësi. Rol të jashtëzakonshëm. Pra, unë me thonë thjesht, prej 12 muajve kalendarik që i ka viti, një muaj, krijuesi ka kërku që njeriu t'ia kushton shpirtit vet. Tu e kënaq shpirtin e tij nëpërmjet adhurimit që ja bën Zotit, se agjërimin e bën për Zotin. Na nuk agjerojmë për me hub kilogram. As nuk agjerojmë për ta marrim mu lavdu para tjerëve, se po agjerojmë e tjerë. Na agjerojmë për hir të Zotit, sepse na ka thonë që këtë mënyrë do të bëheni më të devotshëm. Pra do të ruheni nga gjërat negative dhe duke e kënaq shpirtin ton, na e kënaqim edhe trupin ton, edhe mendjen ton, njëkohësisht. Pra është intervenim hyjnor. Unë them, ky është intervenim hyjnor. I shkon mirë me pas edhe një muaj veç për trup, edhe një muaj veç për shëndet mendor, por nuk e kemi. Për shpirtin e kemi. Dhe kjo është rast i veçantë. Por i lumi Zot ka desht që nëpërmjet agjerimit, pra nëpërmjet arritjes së kënaqësisë shpirtërore, njëkohësisht me arrit edhe shëndetin material, shëndetin trupor dhe mendor, shëndetin psikik. Që është përzgjedhje më e mirë, po. Që është kombinimi më i mirë dhe agjerimi si agjerim natyrisht nuk është vetëm mos marrja e ushqimit të lëngjeve në periudhë saktuar kohore, prej lindjes së diellit deri në perëndim diellit, por është njëkohësisht ashtu siç është thënë edhe nga hadithet e pejgamberit alayhis salam, është edhe agjerim edhe me gjuhë, edhe agjerim me sy, edhe me vesh, është ashtu, edhe me duar, me gjitha shqisat tona, pra një kujdes i veçantë që mos teprohet. Mos të teprohet. Kemi kujdes edhe në marrëdhëniet ndërnjerëzore. Provojmë me përhap dashuri gjatë këtij muaji, mos përhapim agresivitet. A është lehtë? Nuk është lehtë. Gjatë këtij muaji shihet sa vështirë është. Gjatë këtij muaji na e vrejmë atë shkallë të agresivitetit që tenton me dalë. E që shpirti i kënaqur në trupin ton thot ndalu, nuk guxon, përmbaju, mbajen veti, mos e ngarko tjetrin me atë që po të mundon. Pra, në këtë mënyrë, duke reduktu stresin, na e ulim edhe shkallën e ankthit, se burimi i parë, ose pasoja e parë, të ashtu më mirë, pasoja e parë e stresit, që është një situatë fiziologjike, që pra njeriu mund të përjeton strese të ndryshme në jetë, gjithfare. Stres është prej tu vozit nal polici e ta jep tiketin, stres është ajo, po stres është edhe një lajm i keq. Stres është edhe një situatë ku keni problem financiar, për shembull. Pra, duke e bën një jetë sa më të shëndosh, një jetë sa më të qetë, një jetë e cila nuk e ka primare ambicien materiale, po e ka ambicien shpirtërore. Duke e fuqizu personalitetin ton, vlerat etike dhe morale të personalitetit ton, të fuqizu ato, ne i nivojmë edhe trupit edhe mendjes për me qenë ma në balans, ma në ekuilibër, e këtë proces e ndihmon shpirti i kënaqur, i cili tërkohën gjatë këtij muaji është jashtëzakonisht i kënaqur me agjerusin, sepse ai për Zotin e bën këtë punë. Pra është një intervenim hyjnor, kompleks, jemi me të vërtetë fatlum që kemi vendosur me qenë pjesëtar të këtij besimi, edhe me shiju këtë intervenim hyjnor. E natyrisht e shijon jo vetëm individi, e shijon këtë familja, se shumë anëtarë të familjes agjerojnë për një herë, dhe ata që agjerojnë gjatë këtij muaji, ata kthehen ka njëri tjetri.
shumë ma tepër se ka faqe sociale. Kur gjë mos më konë, syfyri edhe iftari i bashkon në një sofër, që nuk është e rastit gjatë 11 muajve tjerë. A është ashtu? Do thot, ka shumë dimensione ky intervenim hyjnor, po them jemi fatlum që jemi pjesë të këtij besimi dhe që e respektojmë në masën shumë të madhe si popullat. Unë jam shumë i lumtur për këtë dhe ta dini se një prej faktorëve që kanë kontribuar në mirëqendjen psikologjike edhe trupore të popullatës sonë ka qenë edhe ajo se e ka respektuar këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe agjërimin. Është ndër adhurimet që respektohet edhe ju respektojnë krejt, por që praktikohet mas shumti. Ashtu, që praktikohet mas shumti, respektohet mas shumti, edhe unë shfrytëzoj rastin që gjithë shiquzve dhe dëgjuesve të këtij emisioni t'ju uroj muajin e bekuar të Ramazanit dhe të lut Zotin e Madhreshëm që t'ju pranoj të gjitha lutjet të cilat i bëj në këtë muaj të bekuar. Doktor, faleminderit që ki në studio, na kënaqe. Faleminderit shumë për Që festën. kena më po përsëri. Me kënaqësi më të madhe. Faleminderit. Shikues të nderuar, këtu jemi në fund të këtij emisioni, deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.